Politika dhe tragjedia e Tragjasit, ku është Agron Shehaj. Në një kohë kur politika shqiptare shpesh përshkruhet si një kancer për popullin, pyetjet rreth angazhimit të politikanëve për problemet konkrete të qytetarëve mbeten të papërgjigjura. Një nga këto pyetje është: pse Agron Shehaj, një figurë politike që pretendon të luftojë korrupsionin dhe të shërbejë si zëri i ndryshimit, nuk ka marrë pozicion publik për mbrojtjen e banorëve të Tragjasit në çështjen e ujit? Konteksti i problemit. Tragjasi, një lokalitet me rëndësi historike dhe bujari natyrore, përballet me sfida të vazhdueshme në aksesin ndaj ujit të pastër. Banorët kanë shprehur shqetësime për shërbimet e dobëta dhe mos investimet në infrastrukturën ujore, një problem që prek jetën e përditshme dhe shëndetin e tyre. Megjithatë, ndërsa politikanët e vjedhin fjalën populli për të justifikuar fushata elektorale, veprimet konkrete mungojnë. Agron Shehaj, mes premtimeve dhe realitetit. Agron Shehaj, kryetari i Partisë Mundësia, ka ndërtuar imazhin e tij si një luftëtar antisistem që synon të shkatërrojë korrupsionin dhe të kthejë paratë e taksave tek qytetarët. Ai ka kritikuar ashpër shpenzimet e shtetit në institucione si YKT, Ujësjellës Kanalizime Tiranë, duke theksuar se 40 milion euro në vit harxhohen për shërbime skandaloze. Por kur bëhet fjalë për Tragjasin, heshtja e tij është e mahnitshme pasi Shehaj është nga Vlora. Çfarë thot konteksti politik? Prioritetet e selektuara. Shehaj fokusohet në luftën simbolike kundër institucioneve të mëdha, si VTSH ose YKT, duke i shndërruar këto në spektakël mediatik për të fituar vota. Tragjasi, me probleme lokale, mund të mos jetë strategjik për një fushatë kombëtare. Strategjia e populizmit. Sipas analizave, Shehaj përdor retorikën antielitiste për të krijuar një lidhje emocionale me publikun, duke shmangur detajet teknike të problemeve reale. Kjo e bën të lehtë të flitet për korrupsionin në përgjithësi, por të injorohen çështjet lokale si ajo e Tragjasit. Mungesa e infrastrukturës politike. Partia Mundësia, e financuar kryesisht nga Shehaj vet, nuk ka një rrjet territorial të fuqishëm për të mobilizuar në çështje si Tragjasi. Kjo e kufizon aftësinë e tij për të ndërhyrë në probleme që kërkojnë presion të vazhdueshëm. Pse Tragjasi nuk është në agjendë? Ndoshta nuk është fitimprues në një sistem ku mediat i japin hapësirë çështjeve që gjenerojnë klikime. Tragjasi mund të mos jetë më provokues sa akuzat kundër oligarkëve apo debatet televizive. Mosmarrëveshje me autoritetet lokale. Ndoshta ka pengesa politike ose interesa të fshehura që e bëjnë Shehajin të shmangë konfliktin me aktorët e pushtetit në Vlorë. Fokusi në ndryshimin e madh. Shehaj preferon të flasë për reforma të mëdha sistemore, si ulja e taksave, sesa për probleme specifike, duke lënë impresionin se çështjet lokale janë të vogla për një lider kombëtar. Çfarë mund të bëhet? Banorët e Tragjasit dhe shoqëria civile duhet të kërkojnë llogari nga të gjithë politikanët, jo vetëm Shehaj. Në një demokraci, heshtja e një politikani nuk duhet të normalizohet. Për më tepër, mediat duhet të ndalojnë shtirjen e spektaklit politik dhe të fokusohen në raportimin e problemeve reale. Heshtja e Agron Shehajt për Tragjasin nuk është thjesht një dështim personal, por pasqyrimi i një realiteti më të gjerë. Politika shqiptare është bërë një lojë e fjalëve të mëdha dhe akuzave reciproke, ku nevojat e njeriut të thjesht humbasin në zhurmën e luftërave për pushtet. Derisa politika të shndërrohet nga kancer në mjetëshërues, banorët e Tragjasit do vazhdojnë të presin ujë dhe përgjigje. Burimet e informacionit janë të bazuara në analiza të medias dhe deklarata publike të politikanëve.